9 minutët të harxuar me mëkat, shpenzuar me mëkat të Erjan Veliajt. Sot për ata që nuk e kanë dëgjuar, për ju që se keni ndjek lajmet, Erjan Veliaj është paraqit në gjykatën kushtetuese. Sepse Erjan Veliaj është heq nga posti i kryetarit bashkisë. Erjan Veliaj është anku që e kanë heq nga posti i kryetarit bashkisë, sepse Erjan Veliaj mendon që i është shkel një drejt kushtetuese. Unë mendoj që Erjan Veliajt i është shkel një drejt kushtetuese. Kushtetuta e Shqipërisë, vëllezër e motra, por edhe njëherë nuk jam i kënaq fare me fjalën e Erjan Veliajt. Megjithse mediat, njerëzit po e komentojnë si gjë e suksesshme, për mendimin tim ka qenë gjoja më e saktë që këta politikanët e tanë nuk janë as të zot të mbrojnë vetën e vetë. Nuk din as për çfarë shkojnë gjykat. E megjithatë, unë mendoj që Erjan Veliaj t'i është shkel e drejta kushtetuese, por në çdo forum ligjor, në çdo gjykat që ka gjykatës kompetent, ai me fjalën e tij, nuk e di çka më thon avokatët, e humbi çështjen. Tjetër gjë që gjykata jonë mund t'i japi, se ndoshta aq janë edhe gjykatësit, aq që kanë kapacitetin sa dhe avokatët vetë, ose ndoshta avokatët që e bën këtë kanë paraqit çështje ndryshe. Por Erjan Veliaj, për mendimin tim, ka bë prezantimin më të keq që mundet me bëna herë një jetë njeriu për veten e vet. Ka ardhur aty se është shkel një drejt kushtetuese që e kanë heq nga kryetari i bashkisë, edhe nuk ka thonë asgjë, se ka thonë shumë pak, ose ka qenë si dytësore e që ka thonë e drejta kushtetuese dhe se ka saktësuar tamam. Por ka thonë si e kanë marrë nga posti, si e kanë arrestu, nuk po gjykohesh për veprimet e policisë se si të kanë arrestu. Flet që është i arrestuar pa drejt, nuk i aty për të gjykuar arrestin, ke ardhur për të drejtën kushtetuese, pse të është heq ty, pse të shkel drejta kushtetuese që të kanë heq nga kryetari i bashkisë. Ka thonë që ai ka bë punë të mirë, punë të keqe, as nuk ka heq kush për punë të mirë, për punë të keqe në Tiranë. Edhe nuk është drejt kushtetuese dhe sot nuk jeti të gjykosh veten tate aty sa i mirë dhe sa i keq je. Edhe një herë, vëllezër e motra, Erjan Veliaj është i paraburgos. Ne nuk e dim nëse do dali fajshëm apo i pafajshëm. Nuk e dim këtë. Kur të marroj çështje gjyqësore, kur të shkojnë në gjyq, se s'është në gjyq, spaku merret me hetime, kur spaku të bindet përfundimisht në vetvete që në bazë të hetimeve që ka bërë deri më sot, del për mendimin e spakut që ky është i përfshim në korrupsion, atëherë ja kalon gjykatës për të gjykuar, kështu që është larg. Sot për sot, kushtetuta e çdo vendi në botë e përsupozon Veliajn të pafajshëm. Unë nuk e di nëse është i fajshëm apo i pafajshëm, nuk më shkon mendje, nuk e çaj kokën nëse është apo s'është. Më vjen keq. Unë e di, nuk e justifikoj, po kuptoj që sado i mirë të jetë njeriu kur është në pushtet një vend të korruptuar, korruptohet shpejt. Jam i sigurt gjithë udhëheqësit në Shqipëri, gjithë ata që kanë një detyrë shtetërore janë të korruptuar në një farë mënyre, edhe të gjithë sa do të kullum qofshin, po që se shkojnë atje do të korruptohen në një farë mënyre. Unë e kuptoj këtë. Edhe një herë, nuk po flasim në është apo s'është me faj, nuk po flasim nëse kishin apo s'kishin të drejtë arrestojnë, nuk po flasim nëse e kanë arrestuar në mënyrë
qytetare apo në mënyrë si thon policore, si thon ushtrim policor, nuk na hyn punë këto. Sot po flasim, a është Erjan Veliaj një person që është shkel e drejta kushtetuese, që e kanë heq nga puna, që e kanë shkërkuar nga detyra, një detyrë që ai ka fitu. Duhet të kemi kujdes këtu. Një prej Partisë Socialiste, jo për vetës vetë që ka emëruar në Tiranë, nuk është kandidat i pafar. Për shembull, Ezem del preç zogën në Lezhë, apo Frok Çupin në Lezhë, apo Sami Gjokan Manës, edhe shkon edhe kandidon si kandidat i pavarur, pa asnjë mbështetje të një partie, pa asnjë propozim të një partie, edhe ka fitu krejt me forcët e veta. Këtu Erjan Veliaj nuk ka fitu me forcët e veta. Ai edhe të jetë i sigurt që edhe një burgaxhi të merrte Rama dhe ta vinte atje të zëvendësonte vetën e vet, se ka qenë vetë kryetar bashkie në Tiranë, do fitonte ose me korrupsion në vjedhje, ose se socialistët e Tiranës duan Ramën, edhe do ja jepnin. Kështu që nuk është merita e tij, por sa kohë që ka qenë bashki, duket që tiranësit e kanë dash atë. Erjan Veliaj. Mu nuk më hyn punë kjo. Mu më hyn punë që ai është në burg, para burgim, edhe gjatë kohës që ka qenë burg, është shkarkuar nga detyra, si kryetar bashkie. Edhe ai është anku që e kanë shkërkuar dhe shkel një drejt kushtetuese. Kushtetuta mund të mos jetë e përsosme. Kushtetuta mund të ketë gabime. Kushtetuta mund doj përmirësime. Por kushtetuta është ajo që është. Në bazë të kushtetutës që ne kemi sot, Erjan Veliaj nuk mund të shkarkohej siç është shkarkuar. Për arsye se kushtetuta, kjo kushtetutë që kemi, kjo kushtetutë siç është, kjo kushtetutë e mirë apo e keqe, kushtetuta thotë që qeveria mbi bashkinë, se bashkia është vendore, nuk mund të heqë ty për qefat e qeverisë, vetëm qoftë se ti ke bo krime dhe je dënuar me ato krime. Një. Nga ana tjetër, kjo nuk është heq për këtë fakt. Nga ana tjetër thuhet që në qoftë se ti mungon për 3 muaj rresht në bashki, ti shkarkohesh. Këta e thot, jo kushtetutë, s'merret kushtetuta me këtë, por e thotë një vendim i mrençëm, rregullore e mrençme e bashkisë. Pra në qoftë se ti nuk je në punë për 3 muaj. Tash problemi është, ku është kushtetues këtu? Është kushtetues. Pse është kushtetues? Sepse po shumë ndërliku me ke punë. Mirë, po ky Erjan Veliaj sot nuk ka bën një punë të mirë. Ta qertsoj, ta saksoj, ta bind trupin gjëkus, ta bind popullin që e dëgjon, që është bo një shkelje kushtetuese, nuk ka bën një punë të mirë. Ka fol për gjëra të tjera, ka qenë shumë dytësore, ka humbur 9 minuta, thot kam 9 muaj që pres për këto 9 minuta dhe i ka humbur në mënyrën më të keqe, i ka shpërdoruar në mënyrën më të keqe, ama do t'ju tregoj pse dhe si. Po edhe një herë që të qertësohemi. Bashkia ka të drejtën administrative të kërkoj heqjen dhe të heqi kryetarin e bashkisë në qoftë se s'ka qenë 3 muaj, ka mungu 3 muaj punë. Për shembull, më falni për shprehjen, ka hik mas kurvëve, ka brell mas kurvëve, ka shku në Maltësi, në për kazina, ka shku në Greqi, ka shku të kënaqet me familjen e vet, turne në për Kinë, në për Afrikë, ku do diu, ka kalu 3 muajshin. Janë bo ato dosjet palë që vetëm ai mund firmoste, sot firmos me Zoom. Edhe bashkia mund të kërkoj ta heqi administrativisht. Mund të kërkoj të heqi, edhe ai pastaj do të kundërshtojë. Pse?
edhe është gjë administrative, shkohet në gjykatën administrative, bëhet luftë me hiqni së hiqni. Edhe një herë, ai ka mungu me zgjedhjen e vet, me dashjen e vet, pa justifikim. Ka hik me bradh për qef. Në rastin tonë ai s'ka mungu as një ditë, për arsye se të tjerat e kanë privu, e kanë arrestu, e kanë çunë burg, e majnë para burgos. Nuk është faji i tij që ai sot nuk është në punë. Nuk e kanë kriju atë televizorin aty Zoom që të drejtoj bashki nga qelia. Pra, Erion Veliaj, për mendimin tim, nuk mund të shkarkohet për mungesë 3 mujore ose mbi 3 muaj në punë, nga bashkia. Ata mund të marrin vendimin dhe ai mund të kundërshtonte në gjykatën administrative. Një. Mirë po këtu problemi është edhe e nxorë i pak sot, që bashkia, më falni për shprehjen, hamut kot. Se sa ka heq, se ka marrë urdhër, ka dalë vetë Edi Rama që i ka dhënë urdhër bashkisë ta heqi. Aha, këtu të hyn qeveria. Edi Rama i ka dhënë urdhër bashkisë që të hiqet. E ai se sa është në krye detyrës. Në këtë moment, kryeministri ka shkel kushtetutën me dikon. Kryeministri dhe qeveria ka ndërhy në këto pushtetin vendor që s'ka, nuk guxon, nuk ka kriminal në botë që të bëjë këtë vesh këti idiotë, këti maskarajt Edi Ramës, por ai e ka dhënë urdhrin. Tash që del diçka, këtu shkilet kushtetuta. Për arsye se Edi Rama nuk guxon dot. Edi Rama mund të shkarkojë ministrat e vet, por jo kryetarin e Tiranës. Ai mund të jetë i pavarur, ai mund të jetë kryetar i Partisë Demokratike. Ato e ka zgjatë Tirana, ti mund të kesh emëru, socialistët e tu i kanë dhënë votën, po ti s'ke mundësi kushtetuese, ligjore, morale ta heqësh Erion Velin. Ora ky mund të jetë një kriminal, edhe nëse është ledenohet, ne po flasim për të drejtën kushtetuese. Pra, Erion Veliaj ose është heqë në mënyrë administrative nga bashkia dhe s'ka problem, s'ka punë, s'ka pse të shkojë në gjykatën kushtetuese, bravo qoftë që s'ka bërë problem të bashkisë. Ai edhe sot do tha që më kanë heqë shokët e mi, e ka lavin kush janë shokët e tij, e ka heqë ai Edi, edhe Edi kur e ka heqë në radhë parë, sikur për asgjë tjetër nuk është heqë më për mungesën 3 mujore në punë, për arsye se me këtë smerret qeveria, me këtë merret bashkia, është heqë për ndërhyrje flagrante në pushtetin vendor nga kryeministri arrogant, nga kryeministri më idiot që mund të kemi pas në herë dhe që mund të kemi armik po i kombit, socialistët edhe bëth lëpyrësit natyrisht që do i vi keq, se atyre nuk e shkon mendja, në qoftë se Edi Rama thot sot që Kosova është Shqipëri, duhet bashkohet dhe do dënohet ai që quhet gjenocidi serb, me herë këto klyshët, këto rrëmbythjet, këto krimet e Hales që shkojnë mrapa, do thonë të njëjtën fjalë që thot Edi. Në qoftë se Edi thot nesër, kosovarët, ata s'janë shqiptar, ata nuk e dun, ata çfarë do që thot, këto do shkojnë mrapa, s'kan. Janë butakat, janë njerëzit më të poshtë, njerëzit më tamam krimahalesh. E gjithë më falni se është turp, është e padrejt të flasësh për botën socialiste, për dërim sot. Me çdo njeri që kam paun, me çdo njeri që kam bisetu socialist, më falni për shprehjen e du si njerëz veçantë, por si politikan janë krimahalesh. Edhe nonën dhe babën e shkelin në kom. Edhe ndryshojnë flamurin atë rrugën çfarë thotë Edi? S'kan ideal, hiqen për idealist. Por si të qoftë, Erion Veliaj ka shku sot në gjykatën kushtetuese. Edhe çfarë ka fol vëllezër e motra? Thotë që kam 9 muaj që pres për këto 9 minuta. Edhe këto 9 minuta
i shpërderoj, sepse nuk tha, hej gjykatë kushtetuese, mund ka heq qeveria, unë nuk kam mundësi që kënë punë se jam i paraburgos, kushtetuta shkelet në dikon për arsye se kushtetuta një nuk e lejon qeverin ndërhyrjen e qeverisë që të më shkarkoj mu, është vetëm vendim i bashkisë, dhe e dyta, bashkia nuk mund më heq mu për 3 muaj që s'kam qenë punë për arsye se unë jam i përvum nga qeveria, nga spaku, edhe kështu që kjo është shkelje në drejtë kushtetuese dhe jo për mu. Pra nuk na hyn punë Erioni në këtë rast. Na hyn punë shkelja e kushtetutës së kryetarit bashkisë. Harroi Erionin. A është Erioni apo është Sali Berisha? Kryetari i bashkisë së një qyteti hiqet me shkelje kushtetute për arsye se ai nuk mund të shkarkohet administrativisht se s'është në punë për 3 muaj, se nuk ka si të shkojnë në punë, atëherë shkon edhe nxirren nga burku ti edhe bjerën punë. Ai nuk mund të shkarkohet as nga kryeministri për shembull për krime se nuk është dënuar akoma, është i pafajshëm. Këtu kemi shkeljen kushtetutë, ai kaq do thoshte. Unë jam në burg, jo pse jam në burg, por nuk jam i dënuar për krime. Unë nuk jam detyrë për arsye se s'mund dalë, s'kam forca, më shprivu detyra. Në këtë raste është e justifikueshme ose të ndrohet kushtetuta, kur të ndrojë kushtetutën, për këtë punë duhet ta bëjë Edi Rama. Për arsye se Erion Velia nuk ka pse të kërkojë ndrimin e kushtetutës. Kushtetuta e mbron Erion Veliën. Rama do të shkarkojë edhe duhet përpara të ndrojë kushtetutën, thotë që kushtetuta shqiptare thotë që në qoftë se je në hetim, edhe në qoftë se s'ke bërë krim, ti nuk mund të marrësh një post. Duhet ndrohet kushtetuta se thotë këtë. Prandaj vëllezër e motra, edhe një herë, ai e humbja tash mundet, unë mendoj që avokatët që e kanë bërë këtë, ose që e prezantojnë këtë Veliën, ose janë komplet idiot, edhe nuk e din të përgatisin mos humbi 9 minutat katë, ose avokatët nuk kanë kontroll dhe ka fol, nuk e di se çfarë kanë fol avokatët, shpresoj që avokatët kanë fol ndryshe, që të bindin gjykatën. Gjykata mund vendosi për këtë. Çfarë do prallë mund thonë, se nuk e di nivelin e gjykatës, por në qoftë se do të gjykonin mënyrën se si ka fol Erion Velia nuk solli asnjë fakt dhe asnjë argument se si dhe pse është shkel e drejta kushtetuese, ai vetëm foli budolliqe që s'kishin për të treguar, për të çajt hallin, kanë fut në burg, nuk është gjykata kushtetuese që ta liroj nga burgu, më kanë arrestuar nga detyra, nuk është gjykata kushtetuese ose nuk e ke sjell ti në gjykatën kushtetuese si problem mënyra se si arrestu, ose që unë kam punu mirë, që nuk kam pa çunin tem edhe që mundesh me gjithmonë si ke pa fëmijë atë djalën e vet, nanën e vet dhe ka qenë, po si ishte kjo që tregon ai vlerë kushtetuese, nuk je këtu për të treguar sa burri mirë e burri keq je ti. Nuk je ti për të treguar që të ka futë Edi apo s'ka futë Edi apo ta futen shokët e tuaj, je këtu për të treguar kush shkilet e drejta kushtetuese dhe si me 2 fjalë. Gjykat, unë jam Erion Velia, jam kryetari i bashkisë, mu nuk mund të heqin në mënyrë administrative bashkia për arsye se s'kam shkuar në punë për 3 muaj, për arsye se unë jam i paraburgos, jo me dëshirën time. Më shprivu kjo drejt. Mu nuk mund të më heqi Edi Rama për arsye se ndërhyn qeveria në pushtetin lokal, edhe unë duhet jem shpall kriminal, duhet jem shpall i fajshëm përpara se sa qeveria të kërkoj shkarkimin tim. Këta janë ato gjëra që duhet fliset i 9 minuta, nuk e the. 9 minuta ti tregove sa i mirë që je, sa i bukur që je, sa edhe mua vjen keq, se unë nuk du shkelje të drejtës kushtetuese. Unë du drejtësi dhe mbi të gjitha kushtetuta e mirë apo keqe, ashtu siç është, duhet të mos shkilet, duhet të aplikohet, duhet të
politikanët, gjyqtarët, administratorët, të gjithë duhet punojnë si e thonë, në bazë të kushtetutës dhe jo kundër kushtetutës dhe jo të përdorin kushtetutës në mënyrë manipuluese për me dënu tjerët. Edhe njëherë, unë mendoj që Erion Veliaj duhet të mbetet kryetari i bashkisë. Unë shpresoj që gjykata të konstatojë që këti është shkelje drejt kushtetuese, jo për Erion Veliajn, por për pushtetin vendor në Shqipëri, qoftë nesër i Berishës, qoftë sot i Ramës, që të ketë pavarësinë e vet, edhe mos ketë mbretër dhe spot, që quhen këto diktatorët, që të komandojnë. Atëherë nuk është pushtet vendor. Edhe një herë, Edi Rama nuk është Erion Veliaj nuk është ministri i Ramës që e heq dhe shkakon. Rama është kryetari i Bashkisë Tiranës që e heqin dhe e shkakon vetëm Tirana. Në qoftë se ai është i lirë, edhe e nxjerr spaku nga burgu, edhe ai nuk shkon punë për 3 muaj, atëherë bashkia duhet të heqë, në qoftë se zgjedh të heqë në bazë të rregullave të brendshme të bashkisë, se mund gojë 3 muaj. Në qoftë se del gjykata atë e nxjerr të fashëm edhe të përfshim me korrupsion dhe dënon, atëherë mund të ndërhyjë qeveria në bazë të kushtetutës që ta heqin, të kërkoj bashkisë ta heqin. Por sot për sot, kështu se janë gjanat, Erion Veliajt, kryetari i Bashkisë Tiranës, i është shkel një drejt kushtetuese. E fiton apo se fiton ai sot seancën është mesele tjetër. Mënyra si ka fol Erion Veliaj nuk e fiton. Jo se s'ka drejt, po s'ka qenë gjendje të argumentonte, nuk duhet dilte, nuk duhet fliste në qoftë se s'di të flasi, duhet heshte. Ose avokatët mos e linin të fliste, ose të tregonin se për çfarë duhet flas. Nuk ishte sot koha për të bërë moral për veten, sa i mirë je, sa shumë ke punu, sa keq je arrestu, sa në mënyrë të padrejtmarrësh në burg, këto janë problemet për gjykatën kushtetuese. Për gjykatën kushtetuese është kush hilet kushtetuta në qoftë se të heqin ty nga puna apo të shkërkojnë nga detyra gjatë kohës që je në qeli. Sa mi gjoka ju përshëndet.